Në kopshtin Nona Tereza në Tuzë është organizuar një aktivitet edukativ me temë ekologjinë dhe rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Në kuadër të këtij projekti, edukatorët e institucionit interpretuan një shfaqje të veçantë duke dhënë një mesazh të qartë mbi rëndësinë e kujdesit ndaj natyrës, të cilën fëmijët e ndoqën me shumë entuziazëm. Hej, çfarë është kjo? Më lë rehat. Sa i vrash që je? Kush je ti? Unë jam një frigorifer, kërkoj falje bukuroshe barë, sa erë të këndshme që ke, por unë nuk lëviz dot, a se nuk kam këm? Frigorifer? Çfarë është kjo? Mos është një lloj i ri druri apo vallë? Mos ke humbur rrugë? Kemp nuk kam, por as rrenjë. Jam frigorifer, pajisja shtapijake shumë e fëmshme dhe e dobishme. Nuk kam humbur rrugë, jam prishur me hollën. Kush të holli? Njerëzit, ata prituen të me qonin në skarp, prandaj me hollën këtu. E të mëshme. Manushaqe, nuk të pash. Se s'po e ndërreq kokën? Oj, nuk mundem. Çfarë është kjo tani? Kush je ti? Unë jam Qesja Desa. Sa erë të pa këndshme që ke, do mbetem pa frym. Çfarë bën në pyll, në këtë natyrë të mrekullueshme? Të mos ofendohemi me njëherë, po më shtrëngojnë shishet, kanaqet dhe kutit bosh. Në vend që të më hedhni në plehra, më hodhen këtu në pyll. E kush të holli? Më hodhen disa gjuetarë. E të mërshme, a thua val, edhe gjuetaret e shkatrojnë natyren? Nuk mundet më kështu. Tani, unë dhe mikja ime Lule Shqera do të thrasim në ndim mikën ton ekologe. Ana! Ja, ku po vini keshët e mija të dashura. Çfarë është kjo urgjencë? Na shiko, nuk mund të ngrihemi dot. Na ndihmo. Kam mësuar unë në kopësht për natyren. Ja, me njëherë do t'i mbledhi këto beturina. Mos u shqetësoni. Faleminderit anë, ti rojtarja jonë e pyllit, je një ekologe e vërtet. Shok, të gjithë së bashku le të brohërasim 3 herë për ekologen. Ura, ura, ura! Pas përfundimit të shfaqjes së të veçlit realizohen një defile të veçantë me maska të punuara me tema të ndryshme.
Aktivitetet edukative vazhdojnë në ambientet e jashtme të kopshtit, ku fëmijët parashkollor morën pjesë në mbjelljen e disa përimeve. Kjo iniciativë synon të ndërtojë tek fëmijët ndjenjen e përgjegjësisë dhe dashurisë për natyrën përmes përvojave praktike. Në këtë rast zhvilluam edhe një bisedë me drejtorin e këtij institucioni arsimor David Junçaj. Ai theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla dhe bëri të ditur se Kopshti ka në plan disa projekte të tjera me karakter edukativ. Gjithashtu foli mbi interesimin në rritje të prindërve, procedurën e regjistrimit të fëmijëve dhe planet për zgjerimin e mëtejshëm të njësisë së Kopshtit në zonat përreth Tuzit. Po fillimisht do të falenderoj stafin e televizionit tuaj se pothuajse përcjellni çdo aktivitet që organizon institucioni ynë. Po në kuadër të projektit Ekoshkolla, Ekokopshti, edukatorët kanë përgatitur një shfaqje interesante për fëmijët, ku si temi ishte pra planeti Tokë, si të mbrojmë, të ruajmë mjedisin, të jemi të kujdesshëm për pastërti, për vendi ku do të hedhur mbeturinat, për riciklimin e kështu me radhë. Me këtë projekt kemi filluar prej fillimit vitit shkollor, pra prej muajit shtator, dhe pothuajse çdo muaj kemi aktivitete të ndryshme që realizojmë me fëmijët, po ashtu kemi realizuar edhe vizita të ndryshme, kemi bërë edhe bashkëpunime me institucione, pra me shkollën fillore Mahmud Lekis në Tuzë, me shtëpinë e shëndetit në Tuzë, me SHPK komunalen, me çfarë do t'i falenderoj të gjitha këto institucione për bashkëpunimin e mirë që kemi. Pra duhet prej kësaj moshë që t'i japim rëndësi, pra prej moshës pra këtune parashkollore, që të dinë, të mësojnë sa më shumë rreth mjedisit, se çfarë vlere ka, dhe besoj se e luan një rol kyç, pra është një faktor kyç për shëndetin e njeriut. Dhe si vlerësoni bashkëpunimin që sapo i përmendet me komunalen, me kryqin e Kuq, dhe sa i përket edhe një diplome që ju jeni pajisur nga enti për shkollim? Po, me të vërtetë, siç e thash edhe më përpara, bashkëpunimi luan një rol të rëndësishëm mes institucioneve. Normale nga enti për shkollim kemi fituar mbas gjitha këtyre aktiviteteve, pra që kemi mbajtur çdo muaj, kemi arritur tani që të fitojmë edhe certifikatën për këtë projekt, pra Ekokopshti. Një realizim pra që është me sukses. Përveç këtyre projekteve që e përmendet edhe ju, keni plan ndonjë projekt tjetër të zhvilloni? Po jemi të kyçur, jemi pjesë pra përveç Ekoshkollës, pra Ekokopshtit, jemi pjesë edhe e projektit zhvillimi i qëndrueshëm institucionit, po ashtu edhe me familjet e kujdesshme, ku me projektin pra zhvillimi i qëndrueshëm institucionit jemi duke realizuar edhe këtë projekt prej fillimit të vitit shkollor, pra prej muajit shtator, ku gjithashtu edhe me këtë projekt realizojmë aktivitete të ndryshme, ku si temë kemi përzgjedhur instrumentet muzikore, traditën tonë të çmuar, kulturën, folklorin përgjithësi, veshjet kombëtare. Edhe kjo ka ngjallë një interesim shumë të madh tek fëmijët. Këtu shfrytëzoj rastin të falenderoj profesorët e shkollës Vasa Paviç, pra profesorin Kristian Boje dhe Agron Plumaj, që kemi realizuar disa vizita tek shkolla, disa herë kanë ardhur edhe ata këtu me instrumente të ndryshme që ti njoftojnë nga afër me instrumentet e ndryshme. Pra edhe një herë do t'i falenderoj përzemërsisht. Pra siç e thash, gati çdo muaj kemi realizuar aktivitete të ndryshme për traditën tonë, për veshjen, dhe shumë shpejt
tani besoj se deri nga fundi i këtij muajit, pra në fund të majit, do realizojmë edhe një shfaqje, ta them shumë se të jetë një program folklorik, ku grup moshat e mesme dhe parashkolloret do përgatisin pra një koreografi, një vallëzim, ku të gjithë do jenë edhe me veshjet kombëtare. Sa i përket këtyre aktiviteteve, mund të më tregoni pak si e presin edhe prindërit, a janë të kënaqur ata me të gjitha këto aktivitete që zhvillohen për fëmijët e tyre? Po, këtu do t'i falenderoj të gjithë prindrit për interesimin, për angazhimin e tyre, duke filluar njëherë prej këshillit të prindërve, të cilët do t'i falenderoj për punën, për bashkëpunimin e mirë që e kemi jo vetëm tani, por prej se jemi edhe si institucion i pavarur. Po, interesimi ka qenë i prindërve, sa që janë angazhuar, kanë marrë pjesë edhe në disa punëtori që kemi organizuar me fëmijët këtu, pra e ndjejmë edhe një kënaqësi edhe më të madhe, edhe fëmijët kënaqen kur e shohin se edhe prindërit e tyre janë të kyçur në aktivitetet që organizon kopshti jonë. Pra edhe njëherë do t'i falenderoj të gjithë prindërit për besimin e tyre, për angazhimin e tyre, për këtë bashkëpunim të mirë që kemi. Dhe sa i përket edhe interesimit për kopshin, ka ndërmend që të zhjirohet edhe në zonat përreth në bazë këtyre interesimeve nga prindërit? Ka pas ndonjë kërkesë konkrete? Po, për sa i përket kësaj çështje, kemi diskutuar vazhdimisht edhe me këshillin e drejtues të kopshtit, se gjithmonë duke i marrë parasysh kapacitetin që posedon kopshti pra këtu në qendër, sepse kam thënë edhe në intervista më përpara se deri në 300 nxënës është kapaciteti i këtij kopshtit. Këtë numër vetëm se kemi kaluar, tani aktualisht kemi 407 fëmijë dhe çdo herë e diskutojmë që të shohim pra që të zgjerojmë edhe në disa paralelet e tjera. Aktualisht e kemi një paralele, një njësi edukative në Dinosh, e cila funksionon shumë mirë. Aktualisht kemi 22 fëmijë në atë njësi edukative. Interesimi i prindërve vetëm se ka filluar tani. Pra, jemi duke shikuar fillimisht aty ku kemi mundësi, pra si që është paralelja në Dinosh, ku është pjesë e shkollës, pra do i shikojmë fillimisht ato shkolla pra ku kemi mundësi që të hapim nga një klasë për kopsht gjithkund, pra në territor të komunës së Tuzit, jo vetëm këtu pra në qendër, edhe zonat rurale. Kemi edhe shkollën Gjergj Kastrioti në Trish, kemi në Hot, pra fillimisht e kemi marrë miratimin, pra kemi fituar miratimin nga Ministria e Arsimit për lejnë, për hapjen e këtyre paraleleve dhe tani në varësi pra të konkursit të regjistrimit pra të fëmijëve, të cilat do fillojnë me 15 maj dhe do zgjasin deri me 15 qershor. Pra në varësi të interesimit që do plotësojmë pra formularin e kërkuar në regjistrim, ne do shikojmë pastaj edhe për hapjen e këtyre paraleleve në territorin e komunës së Tuzit. Për sa i përket dokumentacionit, ku tani pra siç e thash edhe më përpara, do jetë i hapur konkursi prej datës 15 maj deri me datën 15 qershor. Do kemi 2 mundësi për regjistrim, pra online, ashtu siç e kemi praktikuar këto 3 vjetet e fundit, pra përmes aplikacionit Upishi, apo për ardhen e prindërve këtu të plotësojnë pra formularin e kërkuar dhe duhet sjellë certifikatën e lindjes së fëmijës. Dhe pastaj do i përgatisim edhe kontratat të ndërsjella, pra që i kemi mes institucionit dhe prindërve, gjitha ato detyrimet që i kemi të përbashkëta, dhe atë ditë kur fillon fëmia në kopsht, duhet sjellur edhe vërtetimin nga pediatri, pra nga mjeku, që fëmia është gati për të filluar në kopsht. Për sa i përket kushteve, kushtet janë shumë të mira. Ne dimë se ky institucion është, të themi, i ri. Me vërtet mundohemi vazhdimisht që të mirëmbajmë, të rregullojmë, të jetë pra kushte sa më të mira për fëmijët që qëndrojnë nga nator që qëndrojnë këtu në kopsht.